Ndërsa kuvendi voton sot projektin e paqes fiskale, Dhoma Amerikane e Tregtisë ka ngritur shqetësime të forta lidhur me efektivitetin e mundshëm të tij mbi ekonominë dhe tregun shqiptar. Parashikimi një rritje të detyrueshme prej 18% të fitimit të vitit paraardhës, pavarësisht sektorit apo performancës reale të tatim paguesit, zëvendëson procesin e vetdeklarimit në një formulë arbitrare që nuk reflekton performancën reale financiare të subjektit dhe krijon një barë të padrejtë për tatim paguesit e rregullt. Ndërkohë, subjektet që kanë raportuar fitime minimale përfitojnë automatikisht nga baza e ulët e llogaritjes, duke krijuar një hendek të madh midis tatim paguesve të ndryshëm. Një nga pikat më të ndjeshme është rideklarimi i pasqyrës financiare të 5 viteve të fundit, ku tatimi i reduktuar 5% mbi diferencat e zbuluara nuk kërkon dokumentacion mbështetës. Sipas Dhomës, kjo mund të lehtësojë legalizimin e kapitalit me burime të paqarta dhe rrit rrezikut e pastrimit të parave. Mungesa e detyrimit për të verifikuar origjinën e fondeve krijon rrezik përmes kësaj skeme të legalizohen kapitalet me burim të paqartë ose potencialisht kriminal. Projektligji gjithashtu redukton kontrollin tatimor gjatë periudhës së paqes fiskale, duke kufizuar kryesisht në verifikime nga zyra pa kritere të qarta për përzgjedhjen e tatim paguesve, pa afate të detyrueshme për shqyrtimin e kërkesave dhe me mundësi rinovimi deri në 2 vite, duke e kthyer instrumentin teknik në një mjet të mundshëm presioni dhe favorizimi. Dhoma Amerikane thekson se aplikimi i normës së ulët 5% dhe ndeku me normat standarde tatimore 15% dhe 23% krijon nxitje të forta për bizneset të hyjnë në këtë skem, duke ulur ndjeshëm të ardhurat e buxhetit. Ky dallim i madh nuk ka justifikim ekonomik dhe krijon një nxitje të fortë për të gjitha bizneset të lëvizin në drejt skemës së paqes fiskale, duke reduktuar ndjeshëm të ardhurat potenciale të buxhetit të shtetit. Në një periudhë kur ekonomia kërkon stabilitet, parashikueshmëri dhe rritje të bazës tatimore, kjo nismë mund të ketë efekt të kundërt. Dhoma paralajmëron se projektligji prek parimet thelbësore të së drejtës tatimore si barazim para ligjit, proporcionalitetin, sigurinë juridike dhe trajtimin e barabartë të tatim paguesve, ndërsa mungesa e akteve ligjore shton pasigurinë.